Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wa ala amma ba'd. Lavdi, falëndërimi dhe adhurimi janë për Allahun, krijuesin absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, Ramazani është muaj i faljes, muaj i mëshirës, muaj i lirimit nga zjarri i xhehenemit. Ashtu siç e përshkruan Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, padyshim me shpallje nga ana e Allahut të Madhërisëm. Dhe duke qenë se falja është një prej karakteristikave më të larta, më të çmuar dhe më të vyra të njerëzve të devotshëm, Ramazani është mundësia më e mirë e realizimit të kësaj mirësie. Një zemër e cila në vetvete ka falje ndaj të tjerëve, përkundër gabimeve eventuale që të tjerët mund të bëjnë raport me ne, kjo zemër është e ngritur, kjo zemër është e madhe. Andaj falja është karakteristikë dhe virtyt i zemrave të mëdha. Ebu Bekri radhiyallahu anhu u sprovua rënd atëherë kur u shpif për vajzën e saj, për nënën e besimtarëve, për Aishën radhiyallahu anha, për gruan e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Kur shpifën për nderin e saj, normalisht që kjo ishte shumë e rëndë për të, dhe një ndër personat që u bë bashkë me ata që shpifën për nderin e Aishës radhiyallahu anha, ishte edhe djali i tezës Ebu Bekrit, të cilin realisht Ebu Bekri e kishte rritur. Ebu Bekri ishte kujdesur për të. Ebu Bekri dha prej pasurisë së tij për gjitha nevojat që Mistah i kishte, sepse kështu quhej ky njeri. Dhe kur dëgjoi se Mistah, djali i tezës tij, ishte prej personave që foli kundrejt nderit të familjes së Ebu Bekrit, radhiyallahu anhu, atëherë ai tha se unë nuk do t'i ndihmoj. Por Allahu e zbriti një ajet Kuranit. Dhe tjerash Allahu thotë: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Le të falin dhe le të arsyetojnë. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve, ndërkaq që Allahu është falës i madh dhe është mëshirbërës. Në momentin që zbriti ky ajet kuranor, atëherë Ebu Bekri radhiyallahu anhu tha: "Wallahi po, dua që Allahu më fal." Jo vetëm që nuk e ndërpreju pastaj bamirësinë ndaj djalit tezës tij, ndonse kishte bërë një gabim të rëndë në raport me të, por edhe i shtoi ato si mirësi. Për arsye se synimi kryesor i Ebu Bekrit ishte arritja e faljes tek Allahu i Madhërisëm. Dhe për të arritur faljen e Allahut të Madhërisëm ndaj veprimeve tona, ndaj gabimeve tona dhe mëkateve tona, normalisht që duhet t'ia dëshmojmë Allahut me faljen tokë. Për të arritur faljen e qiellit, duhet ta dëshmojmë me faljen e tokës. Dhe kjo ngjarje apo ky rast që ka ndodhur në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me njerëzit më të ngritur, me njerëzit më të devotshëm, me personazhet kryesore të historisë islame, neve na dëshmon për atë se falja është gjë fisnike, madje është më e larta dhe është më fisnikja që ekziston. Për arsye se bamirësia është tre llojshë. Bamirësia sipas konceptit kuranor është tre llojshë apo tre nivele. Bamirësia fillestare është bamirësia materiale, ku njeriu jep nga xhepi i vet, nga pasuria e tij materiale, prej pasurisë. Dhe kjo është më e lehta për të bërë. Bamirësia e dytë apo niveli më i dytë është bamirësia morale, kur ti e përmban veten. Pra dikush vije, ta cënon ty të drejtën tënde, të provokon ty apo edhe të atakon me diçka të caktuar, ti megjithatë e përmban veten, nuk shpërthen. Nuk mlefosesh për hir të Allahut të Madhërisëm, sepse nderi yt dhe diniteti yt është shumë më i çmuar dhe shumë më i vlefshëm se sa reagimi ndaj atij që të provokon ty. Dhe këtë në fund është niveli më i lartë i bamirësisë, e që është falja. Dhe Allahu të gjitha këto i përmend në ajetin kuranor, pasi që Allahu tregon se ne duhet të nxitojmë drejt faljes së Allahut, pra drejt faljes kundrejt gabimeve tona dhe drejt xhenetit të Allahut, gjerësia e cilit është sa hapësira mes qiellit dhe tokës, e të cilin Allahu e ka krijuar për të devotshmët. Pastaj Allahu thotë dhe tregon se kush janë realisht këta të devotshëm, thotë ata që japin kur kanë dhe kur s'kan, pra nga pasuria materiale, ata që
e frenojnë mllëfin e tyre, nuk zemërohen apo nuk shpërthejnë kur zemërohen, dhe kënë fund thot wala afina anin nas, edhe ata që i falin njerëzit. Dhe pastaj e përmbyll Allahu këtë ajet duke thënë wallahu yuhibbul muhsinin, e Allahu i do bamirësit. Pra Allahu i ka vlerësuar lart bamirësit dhe ata që janë në kulminacionin e lavdrimit janë ata që falin, sepse shumë lehtë është që të nxjerrësh para nga xhepi për të bërë bamirësi. Por shumë më vështirë është që ta frenosh veten në mërzi apo në nervoz. Dhe akoma më vështirë është kur ti i fal të tjerët ndonse të kanë bërë padrejtësi. Por ja që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka fal gjëra shumë më të rënda që na mundna me i përjetu nga dikush në jetën e kësaj bote. Qofshin familjar të afërt apo të largët, qofshin miq apo komshi, kushdo qoftë. Pejgamberi Allahut i ka fal ata që e kanë dëbu prej shtëpisë, ja kanë konfisku atë pak pasuri që e ka pas, e kanë persekutu, e kanë përgjak, i kanë bë atentat, i kanë vrarë prej familjarëve të tij. Edhe në fund kur e ka shliru Mekën, ka thonë idhhabu fa antumut tulaqa. Shkoni sepse jeni të lirë, jeni të falur. Kush e bën këtë? Një zemër e fuqishme. Një zemër e cila është më e gjerë se sa problemet. Një zemër e cila nuk ndikohet nga rrethanat, nuk ndikohet madje as nga padrejtësitë e njerëzve, por çdo herë e ruan shëndoshmërinë e saj, e ruan fisnikrinë e saj, sepse synimi i kësaj zemre është arritja e kënaqësisë së Allahut dhe jo kënaqësia e vetvetes, jo ushqyerja e egos, jo ushqyerja e nervozave tona apo të shqetësimeve tona, por e ushqimit të kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, sepse vetëm kjo e kënaq zemrën. Vetëm arritja e kënaqësisë së Allahut e qetëson shpirtin. Prandaj njerëzit që kanë prirje për të falur janë njerëzit më të qetë. Falja është gradë e lartë e besimtarëve dhe së këndemi ne duhet ta kemi parasysh një gjë. Situata jonë aktuale dëshmon se ne në raport me faljen nuk jemi edhe në rregull. Në raport me këtë virtyt kaq të lartë, me këtë cilësi të çmuar, nuk qëndrojmë edhe si duhet. Pas një përjashtim, dikush më shumë, dikush më pak. Dhe derisa jemi kësaj, kjo tregon se ne nuk e kemi kuptuar vlerën e faljes. Dhe ai që nuk e kupton vlerën e faljes ndaj të tjerëve, realisht nuk e ka kuptuar vlerën e faljes ndaj tij nga ana e Allahut fuqiplot. Dhe kjo është ajo që neve duhet na preokupoj para çdo gjëje tjetër. A do të jemi të falur para Allahut? A do të jemi të falur kur dalim para madhrisë së Allahut për dhënë llogari? Apo do të jemi për atyre që nuk do të falen? Dhe nëse jemi për njerëzve që e kemi parasysh këtë fakt, këtë realitet pa mohueshëm, të pa kontestueshëm që do ta përjetojmë secili prej nesh, atëherë falja ndaj të tjerëve në jetën e kësaj bote do të jetë shumë e lehtë për ne, sepse vetdia jonë është aq e ngritur, synimi jonë është aq i qartë, edhe fisnikëria jonë është aq e madhe, saqë ne e tejkalojmë çdo lloj nervoze, çdo lloj mërie, çdo lloj padrejtësie eventuale që dikush ka mujt me vonë në raport tonin, çdo lloj pakënaqësie, çdo lloj sulmi, madje çdo lloj persekutimi, ashtu siç ka vepruar edhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pse kemi të vështirë të falim sot? Për arsye se ne dëshirojmë që çdo gjë ta kthejmë më një herë. Pra sharjen me sharje, ofendimin me ofendim, padrejtësinë me padrejtësi, lëndimin me lëndim. Dhe kjo nuk është qasja e besimtarëve të devotshëm. Ose dikush tjetër ka dëshirë që më një herë t'ia tregoj vendin atij që ky mendon se e meriton një gjë të tillë. Apo dikush tjetër mendon se është dobësi nëse unë nuk hakmerrem ndaj tij. Pra kur dikush hakmerret ndaj dikujt mendon se kjo është fuqi, por realisht fuqia është tek falja, nuk është tek hakmarrja. Dhe zemra e pastër, zemra e shëndosh, sa herë që dikush gabon në raport me ne, ajo ka qasje krejtësisht ndryshe, ka qasje pozitive, ka qasje vetë llogaritse. Prandaj thot ngadalë se edhe unë gaboj. Ai ka gabu, po sa herë kam gabu edhe unë ndaj tjerëve. Ndoshta në këtë moment ti s'ke gabu ndaj tij, ai ka gabu ndaj teje, por mos harro sa herë ti ke gabu ndaj dikujt tjetër. Qysh të kish ardhur ty nëse dikush pra është lëndu prej teje, ke bë gabim ndaj tij apo ndaj saj, edhe nuk ta ka pranuar gabimin, nuk ta ka fal ty gabimin apo padrejtësinë eventuale që ti ke mujt me bë ndaj dikujt. Pra atë që ja duam vetes, duhet t'ja duam të gjithëve. Atë që nuk ja duam vetes, nuk duhet t'ja duam askujt. Pastaj duhet ta përkujtojmë në moment kur dikush gabon ndaj neve apo bën ndonjë padrejtësi të caktuar, duhet ta kemi parasysh se
ne kemi nevojë për me na falë Allahu. Në ato momente ndalu për disa çaste dhe mendo, thuaj vetës, unë kam nevojë Allahu më fal. Andaj po e fal, sepse përmes kësaj falje ti përfiton shumë. E përfiton kënaqësinë e Allahut, e përfiton faljen e Allahut dhe realisht nëse e përkthejmë ndryshe e përfiton xhenetin e Allahut. Pastaj kujtoje ditën e gjykimit. Dhe ajo ditë është më e madhe se sa hakmarrja jote në këtë ditë. Pra sado që hakmarrja është e nevojshme për disa çaste, për disa momente, për disa situata të caktuara. Dhe nëse mendon që vetëm hakmarrja është ajo që mua ma freskon zemrën, ma qetëson shpirtin këto momente, vetëm përkujtoje ditën e gjykimit. Edhe kjo të pastaj ty të kthen në realitet. Në momentin që e përkujton ditën e gjykimit, kur ti sulmohesh, kur ti ngacmohesh nga dikush, cytesh apo edhe të bëhet padrejti nga dikush, kur e kujton ditën e gjykimit, ty të zgjerohet zemra, qetësohet shpirti, sepse ti e din që do të përfitosh në ditën e gjykimit më shumë se sa që mund të përfitosh përmes një hakmarrje momentale, e cila realisht mund të konsiderohet drejtësi, por të privon nga shumë mirësi në botën e përtejme. Dhe falja nuk është padrejti, por falja është fisnikëri. Allahu thon në Kur'an: "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Padyshim se shpërblimi i së keqes është me të keqen e barabartë. Pra, kjo tregon për drejtësi. Nëse dikush ta mshon me drejtësi, me këshill duhet më ia mshu edhe ti. Nëse dikush ta ka thënë fjalë tron me drejtësi, duhet më ia kthy edhe ti të njëjtën gjë. Por a është kjo ajo që tregon për fisnikëri? Jo. "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Fisnikëria reale është ajo që po thot Allahu në vazhdimin e këtij ajeti. Kush fal dhe kush pajton e ka shpërblimin tek Allahu. Pra Allahu në një farë forme po na tregon se në momentin kur ti ja kthen dikujt me të njëjtën mënyrë që ai ty trajton, kjo përbën drejtësi të kufizuar, por nuk përbën fisnikëri, sepse fisnikëria është atëherë kur ti e te i kalon këtë gjendje, edhe e kaplon këtë njeri apo e trajton me mëshirën tënde dhe me faljen tënde, sepse ti e synon shpërblimin tek Allahu i Madhërisht. Dhe mos harroni, shpërblimet e Allahut e kanë kostën e lartë. Me të falë Allahu nuk është çështje e lehtë. Andaj kur ne falim, do ta meritojmë faljen. Do të mëshirohemi nga Allahu pikërisht me falje. Atë që më shumë t'i japim në jetën e kësaj bote, më shumë ti do ta marrim në botën e përtejme. Nëse më shumë ti kemi dhënë falje, më shumë ti falje do të marrim. Nëse më shumë ti kemi dhënë mëshirë, më shumë ti mëshirë do të marrim. Nëse më shumë ti kemi bërë bamirësi ndaj tjerëve, më shumë ti bamirësi do të marrim në ditën e gjykimit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Frytet e faljes janë të shumta, duke filluar nga qetësia shpirtërore. Ai që fal, ai është për herë i qetë shpirtërisht. Sepse zemra e tij është më e madhe se sa problemet. Zemra e tij është më e madhe se sa çdo lloj padrejti. Zemra e tij është më e madhe se sa çdo lloj hakmarrje. Zemra e tij e synon Allahun, e synon kënaqësinë e Zotit të saj. Pastaj ka zemër të pastër. Njerëzit që kanë prirje për të falur kanë zemër të pastër, kanë zemër të çiltër, nuk kanë zemër të ndyrë. Kanë zemër që janë në gjendje me i tejkalu gjitha llojet e problemeve, sepse zemra e tyre është e shëndosh. Zemra e tyre nuk ndikohet nga rrethonat, nuk ndikohet madje as nga padrejtësitë. Kështu ka qenë zemra e pejgamberit ton dashur sallallahu alaihi wasallam. Kështu janë bërë dhe zemrat e sahabëve të tij, e njerëzve më të ngritur dhe më të ndritur të historisë së njerëzimit. Kështu kanë qenë edhe të devotshmët pas tyre, që i kanë ndjekur gjurmët e tyre, të faljes, të mëshirimit, sepse ata e kanë kuptuar drejtësisht dhe thelbësisht hadithin ku thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman", ata që mëshirojnë i mëshiron i gjithë mëshirshmi, pra Allahu. "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama", andaj mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Mëshira me mëshirë, falja me falje, bamirësia me bamirësi. Pastaj një zemër që ka prirje për të falur është zemër e cila nuk lë hapësirë që të ketë urrëtitje në të. Një zemër e shëndosh nuk lë hapësirë që të ketë urrëtitje ndaj besimtarëve. Nuk lë hapësirë që të ketë urrëtitje ndaj familjarëve. Pa marrë parasysh se çfarë mund të ndodh mes tyre. Pa marrë parasysh se çfarë probleme mund të kenë ata. Pra nuk është e rastishme që Allahu e ka sprovu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me probleme familjare. E ka pas probleme jashtëzakonisht serioze familjare, probleme shumë të mëdha. Nuk ka qenë e lehtë për të me dalë agja i vet në publik para këtë njerëzve që i ka thirrë dhe i ka tubu, edhe i ka thonë: "O burra, ju këtë mjeni mua, po,
Ka thonë nëse unë ju them që prapa kësaj kodre është duke ardhur një ushtri që do më na sulmu, a do të mbesoni të mua? Po, sepse ka qenë El Emin, i sinqerti, besniku i shoqërisë. Ka thonë atëherë po ju tregoj se unë jam pejgamberi i Allahut. Në këto momente kur krejt kanë dëgjuar dhe kanë prit çfarë ndodh, o që agja i vetë Ebu Lehebi dhe ka bo hor pejgamberin Allahut. Para krejt masës. I ka thonë, a për këtë naftove ti o Muhammed, tu thafshin, dur tu thafshin. Hec ka thonë mos e ngoni këto çka flet. Kjo ka qenë shumë e rëndë. Agja yt. Po i njëjti, së bashku me gruan e tij, ndytësirat e kafshëve, i kanë marrë dhe ja kanë hedhë në qafë ku ka rënë sejdë. Agja, gruaja e Agjës me ta bëni gjë të tillë. Me thur kurthe kundër teje, me organizu komplote, me dash me të vra, me dash me luftu kundër teje. Edhe këtë to i ka të kalu. Vetëm një zemër e madhe, një zemër e shëndosh e bën një gjë të tillë. Para mendojeni edhe pse i ka merituar Agja vet, me ja thon krejt këshijat e dynjas. Ebu Lehebi e ka meritu me i thon qafir, e ka meritu me i thon ku është një e keq dhe një azez, kur s'ja ka thon goja ati, veç për shkak se e ka pas Agj. Ja kalon Allahut, është Allahu ai që ka fol për Ebu Lehebin. Tebbet yada Abi Lahabin wa tab, edhe Allahu e ka mbyll këtë kapitull, edhe këtë çështje. Nuk mund me gjet asnjë transmetim të vetëm ku pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka fol qoftë edhe fjalë të keqe për Agjën e vet, ndonse e ka merituar me i thon. Nuk i ka thon kurr, edhe pse ja ka bot zezat e dynjas. Pse? Ai e ka ruajt nivelin e vet. Besimtari i devotshëm e ruan nivelin e vet. Besimtari i devotshëm është i vetëdijshëm se Allahu është duke e pa, Allahu është duke e testu me familjarët afërt, me familjarët largët, me padrejtësitë shumëta që burojnë pikërisht nga këta familjarë. Mund të jenë nga ata që ti ke bën mas shumë ti për ta. Nesër mund të jetë djali yt, vajza jote, hasmi më i madh i yti, ruan Zot, mund të ndodhë edhe kjo. Ka ndodhur për gjatë historisë e njerëzimit. Mund të ndodhë në të ardhmen. Por kjo nuk do të thotë që na do të me ul nivelin ton. Përkundrazi, na do të me rujt nivelin ton atëherë kur provokohet niveli ynë, atëherë kur cenohet morali ynë, atëherë ku atakohet karakteri ynë. Atëherë dëshmojmë. Prandaj pejgamberi Allahut është shëmbëltyre pa arritshme në këtë drejtim. Por ne i kemi shëmbëltyrën e arritshme, ato të sahabëve të nderuar, të cilët e kanë vepruar në jetën gjallë. Pra, edhe ata kanë pas probleme familjare. Edhe ata kanë dalë ballë për ballë në vit frontit, kanë luftuar me familjarët e vet, për me mbrojtë vërtetën e Allahut, por kur nuk i kanë personalizuar gjanat. Kur nuk mundesh me gjetë që kanë folë diçka keq mbi baza personale ndaj tyre. Ata çdo gjë e kanë pas mbi baza kauzale. Edhe në momentin që kanë mbaruar çdo gjë, nëse dikush prej tyre e ka pranuar të vërtetën, e ka pranuar Islamin, kur s'ja kanë përmend, me i thonë a din me ti çka mbone kur ke qafir, kur ke jo besimtar, kur s'ja kanë përmend, e kanë mbyll atë çështje. Edhe nëse nuk e kanë pranuar Islamin, kur nuk e kanë personalizuar çështjen, pastaj edhe me azon gojën ose me i thon kështu apo ashtu. Burrat mëdhej, burrnesha të jashtëzakonshme, sepse ata gjanat i kanë marrë ndryshe. Ata nuk kanë pas kalkulime personale. Ata kalkulimet i kanë pas spirituale. Çdo gjë e kanë marrë me shpirtin, çdo gjë e kanë marrë me karakterin, çdo gjë e kanë marrë me personalitetin e tyre. E në kulmin e gjithë kësaj piramide të vlerave dhe të virtyteve të larta e kanë pas arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj disa prej të parëve të ummeti kanë thonë natën flej qetë sepse askuj nuk i mbaj natë. Ata s'kan mujt me përballu që me shku me flejt në gjumë edhe me pas i natë me dikon. Për këtë arsye na dim hadithin e mirënjohur që transmeton Amr ibn al-As, sahabiu i nderuar, për rastin e atij personi që ishte i panjohur në sytë e sahabëve, apo ishte një njeri shumë i rëndom, shumë i zakonshëm, po për cilin tha pejgamberi Allahut 3 herë radhazi, tani do të hyjë një person, tani do të hyjë një njeri i cili ka të garantuar xhenetin. Kur erdhi një njeri krejtësisht i rëndom, sapo kishte marrë abdes, dorën e tij të majt i mbante sandalet e tij, edhe 3 net radhazi tha se është pejgamberi i xhenetit, që i bëni përshtypje Amr ibn Lasit, edhe tha unë do ta zbuloj sekretin e këtij personi, sepse nuk tha për shumë emra të njohur, po tha për një person të panjohur. Edhe i ka shku te dera, "Assalamu alaikum, wa alaikumus salam." A mbon me tha konak, tha se jam për lapak, jam zonë me fjalë me babën e s'kam ku me fjetë. Tha po, qysh jo, të bëj konak, i ka bëj konak. E tash ky po e investigon, po e hulumton, ç'a bën ky, çfarë vepra të mëdha ka, po pret mos po qohet natën me fal namaz natës, s'po qohet. Po pret mos po agjeron ditën, s'po agjeron ditën.
Thot subhanallahu, ky s'pas ka bën ai vepër ku më di sa të madhe. Pas 3 ditë i thot, o i ndenum, unë nuk është e vërtetë që jam për la me bab, po e përdora veç si hile për me gjetë një arsyetim për me hyjtë ti edhe me mbo konak, se s'kisha arsye çka më thon. Po kështu ndodhi. Pejgamberi Allahut për ty 3 net radhazi tha se je i përgëzuar me xhenet për dunjas. Dhe kjo është vepër madhore. E unë deshta me ditë sekretin tënd që më bëa dha unë që ato njëjtë. Ai tha vallahi, tha unë nuk kam diçka të veçantë. Ç'e ke pa ti? Unë jam çaj që më ke pa në shtëpi 3 ditë, e 3 net. Edhe u përshëndetën, tu shku rrugës, tu e përshëndet, tu i bë disa hapa, tha nalu pak. Tha nëse është diçka, tha mund të jetë vetëm që kjo. Çka? Unë tha kur tha nuk bim me fjet, pa ja bë halal krejtve. Edhe kur tha nuk maj inat, xhelozi në zemrën teme për dikën, apo për diçka të caktuar. E tha që kjo thashtë. S'ka tjetër. Se këto s'u bën çdo kush. Shumë ma lehtë është mu çu natën mu fal, shumë ma lehtë është me agjeru ditën, ama shumë ma vështirë është me pas zemrën e pastër, edhe mos me pas inat ndaj kërkuj, as xhelozi, as mëri, edhe ndaj atij që të bën padrejtësi mi ja fal. Wala afina anin nas. Pra, niveli më i lartë i bamirësave, siç e ka përmend Allahu, janë ata që i falin njerëzit. Ajo që ne po themi sonte, besimtarë nderuam, si përmbyllje. Ramazani është koha më e volitshme për me i pastru zemrat tona. Ramazani është mundësia më e mirë e përfitimit për me arrit falin e Allahut ndaj nesh, duke i falë të tjerët. Nëse kemi hyrë në Ramazan pa i falë të tjerët, spaku mos dalim për Ramazanit pa i falë tjerët. Mos dalim për këtij Ramazani vetëm se me zemrat shëndosha, me zemrat gjana, me zemrat mëdhaja, më të mëdhaja se problemet, më të mëdhaja se inatet, më të mëdhaja se zënkat e se konfliktet, madje edhe më të mëdhaja se intereset që i kemi. Për një interes caktuar të jetës kësaj bote, mos ta humbim falin e Allahut ditë gjykimit. Për një inat caktuar në jetën e kësaj bote, mos ta humbim falin e Allahut ditë gjykimit, pa shëmadhninë e Allahut. Nëse na i falim tjerë në jetën e kësaj bote, do të gëzohemi në ditën e gjykimit me falje të Allahut ndaj nesh. Dhe atë që Allahu e fal, realisht e ka mëshiruar, realisht e ka përgjigjur për banorëve të xhenetit. Realisht do t'ja mundsoj takimin me të. A ka mirësi më të madhe se sa kjo? Nuk ka për Zotin e Madh. Andaj edukoni zemrat tuaja, gjithë ne pas një përjashtim, që t'jemi prej besimtarëve të cilët falin, të i kalojnë, mëshirojnë, si sot Allahu në Kur'an, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Let falin, let arsyetojnë, let të i kalojnë, a nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve? Po ja Rab, dëshirojmë, ashtu siç është përgjigje edhe Abu Bekri, edhe ka thonë wallahi o Zot, unë dua faljen tënde dhe wallahi s'kam e nal bamirësinë time ndaj tjerëve. Kështu do të bëjmë edhe ne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin.